majoritare dhe kemi pas konsensus me opozitën në tematikat cilat janë zhvilluar në Kosovë, edhe në këto 4 vitet e fundit nuk i kemi pas këtë rast, cilën e kemi pas më tutje, edhe unë besoj që rezultati zgjedhor ka dëshmuar që qytetarët kanë nevojë për pasur një konsensus më të gjerë politik i cili i përfaqëson gjitha derisa ne jemi ende në tematikat cilat kanë bëjnë me orientimin e Kosovës, me zhvillimin edhe me përmbylljen e shtetësisë së Kosovës, edhe besoj që në këtë vështrim duhet ta shohim formimin e institucioneve, përjashtu edhe procedurat ligjore të cilat mund të na dalin ose administrative mund të na krijojnë një qeveri të brisht si zgjedhja e presidentit e çështje tjera. Po mendoj që nuk është ideja të krijojmë gjallë një numra sepse ajo nuk garanton një qeveri. Kosova si vjen një qeveri me më shumë numra që i bie ta garantoj një qeveri stabile tematike edhe bashkë me të dhe ta gjej kërkesën për presidentin. Ndeku mes partive opozitare të cilat kanë qenë për 4 vite në opozitë dhe partijës në pushtet e cila ka qenë, nuk është vetëm çështja e numrave. Nuk është çështja vetëm e fyerje dhe fjalëve që kanë ndodhur në pushatat e fundit, por mendoj se është më shumë konceptual edhe politik drejt orientimit të vendit ose si duhet të shkojë. Kjo nevojë për këtë konsensus besoj që e bën më të vështirë arritjen e një krijimi një qeverie stabile se sa krijimi i numrave. Absolutisht po. Do ta kaloj debatin tek zoti Maliqi. Maliqi deri më tani nga këto deklarime lihet kuptohet që nëse nuk ka ndonjë lëvizje konkrete, Kosova mund të futet lehtësisht në një krizë politike të re. Po flasim për një minimum numrash për ta bërë qeverinë i cili nuk është i garantuar deri më tani. Të paktën nëse i referohemi këtyre qëndrimeve të deri tani, si po duket ty situata ndërmjet ose në komunikimin politik? Po situata është, po mendoj, spektri politik është i polarizuar. Domethënë kem 2 bloqe të mëdha, ashtu verdikti, numrat janë verdikti i sovranit, i popullit ka dhënë ashtu numrat që vetëvendosjes, lëvizjes vetëvendosje ka dhënë një varë përparësi shumë të dukshme, kjo është fitore pa dyshim, po